Si pasojë e vërshimeve, rreshjeve të fundit atmosferike, kushteve dhe qarkullimit të vështirë në komunikacion, situata është vlerësuar e rëndë në shumë komuna të Republikës së Kosovës. Si pasojë e kushteve të vështira me të cilat po përballen aktualisht shumë komuna, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar se fillimi i procesit mosimor për gjysmëvjetorin e dytë është shtyr për të hënën e datës 12 janar 2026. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, rreshjet pritet që të vazhdojnë edhe ditëve në vijim dhe për këtë arsye është marrë vendim nga mashtë që pushimi dimror të vazhdojë edhe me datën 8 dhe 9 janar, përkatësisht 2 ditë më shumë nga kur ka qenë planifikuar të fillojë procesi edukativo arsimor. Sipas kalendarit shkollor 2025-2026, pushimi dimror ka filluar më 26 dhjetor 2025 dhe i njëjti ka qenë i planifikuar të përfundojë me datën 8 janar 2026, por gjendja rënduar ka bërë që fillimi i procesit në këtë datë të jetë i pamundur. Orët e humbura mosimore gjatë këtyre 2 ditëve do të zëvendësohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025-2026 për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Ndërka sa i përket ditëve të mosimit, me fillimin e procesit mosimor të gjysmëvjetorit të dytë ditën e hënë, nxënësit e Kosovës, deri në pushime pranverore që do të fillojnë me 7 prill 2026, do të kenë 58 ditë mosimi. Pushimi pranveror sipas kalendarit shkollor është planifikuar të përfundojë me 10 prill 2026.